Janë nxënësit të shkollës nëntëvjeçare të muzikës dhe baletit të Ulqinit në sallën e koncerteve të shkollës së mesme të muzikës Prenkjakova në Shkodër. Është një bashkëpunim i nisur vitet e fundit. Më parë Prenkjakova ka dhënë koncerte në Ulqin dhe tani instrumentistët e vegjël të Ulqinit ja u kthejnë vizitën me këtë koncert. Është viti i dytë që jena të bashkëpunu me pjesën shqiptare jashtë kufinit. Vjetë kena ba një bashkëpunim me shkollën e muzikës Gjakov, që ma në të njëjtin emrin Prenkjakova. Si mjetë është aktiviteti i dytë me shkollën e muzikës të Ulqinit. Një aktivitet e kena bana në Ulqin, me një nxënës violiniste me një koncert recital. Dhe sot shkolla Ulqinit vjen më e plot, vjen me grupin e baletit, vjen me formacionin orkestral, vjen me solista. Dhe mendoj që duhet vazhdojnë gjatë ky bashkëpunim. Shkolla e muzikës këto vitet e fundit e ka bërë si traditë që të paraqitet me nxënësa të saj në qytete të ndryshme. Këtë vit kemi vendosur që të vim në qytetin e bukur të Shkodrës, paraqiten nxënës të degave të ndryshme, orkestra e shkollës edhe balerinat e shkollës. Nxënësit e Ulqinit kanë dhënë një kontribut të çmuar për ruajtjen e trashëgimisë muzikore shqiptare dhe punojnë me përkushtim për të bërë sa më profesionist. Është një shkollë që ajo, si çdo shkolla jonë, po marrë një festival fëmijësh, siç kena në Akulloerfest, marrë një festival fëmijësh dhe ka pothuajse për çdo javë aktivitete artistike në sallën e saj, që janë të muzikës, pra të karakterit klasik. Një orkestër mixed, kemi edhe instrumentet e fizarmonikës, kitarës, por që është përshtatur të them kushteve matës që çka na kemi në dispozicion, instrumentet që ne kemi, nxënës që ne kemi që ne mund të ofrojmë, kemi përgatit një koncert me orkestër për atë punë. Koncerti i shkollës së muzikës dhe baletit të Ulqinit, e cila ka 308 nxënës, në Shkodër zgjati rreth një orë dhe tërhoqi dukshëm vëmendjen e pedagogëve dhe nxënësve të shkollës së mesme artistike Prenkjakova për talentin dhe interpretimin e tyre.